e dashura dhe shumë nderuara nëna Stana e ushtrisë shqiptare të Kosovës. I nderuar kryetari Gjilani Talban Hyseni, e nderuara nën kryetare e Gjilanit Zonja Bunjaku, i nderuar drejtor i kulturës Kushtrim Zeqiri, të dashur bashkëqytetar, shok të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Filip, Fatmir dhe Viktor Gashi, të nderuara vajza dhe djem tjerë, familjarë, miq, nga ato që kemi ardhur të nën Stanës, e dashura mikja dhe e shumë adhëtarëve, patriotëve nga Gjilani e nga Kosova, vajza e herojit popullit Bardok Biba, e nderuara Maria Biba, njëse ke ardhur në Gjilanin Gjilidashës. Të nderuara familjet e dëshmorëve e invalidëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, i nderuar komandant e zonës komandant i zonës operative të Karadakut të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Ahmet Isufi e Shemsi Sylla, i nderuar komandanti FSK-s, të nderuar ish burgosur politik, atletarë e veteranë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të UÇPMB-s e të ushtrisë shqiptare kombëtare, të nderuar priftërinë të Kishës Katolike Shqiptare Dom Shtjefën dhe Don Frok, të nderuara motra të nderit të Kishës Katolike Shqiptare, të nderuar pranishëm zonja dhe zotërinj. E dashura nëna Stanë. Këtu në këtë sallë të mbushur për plot, në numër shumë të madh, janë ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që kanë ardhur gjatë luftës në shtëpinë tënde në Peshtet Brusit, të cilët ti i ke pritur dhe ju ke uruar mirë se ardhe, ju ke gatuar bukë dhe ju ke shtuar sofrën në formulën e famshme shqiptare, shtëpia është e mysafirit dhe Zotit me bukë kripe zemër. Nëna Stanë, dalja jote me 11 janar 2025 me aq madhështi triumfale të nënës shqiptare katolike e ka bazën e të qenurit nën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nëna Stanë, ti me atë hap krenarie dhe ballgart, me atë hap shekuish, haproje si ajkum, me nga një lule të kuqe në dorë, varë me varë, duke i nderuar luftëtarët e lirisë, ushtarët e lavdishëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dëshmorët e kombit, ata të cilët ishin ushqyer nga duar tua të ardha, të pavdekshmit, Taresit Ahmeti, Muharrem Ibrahimi, Bahtir Jahiri, Enver Miftari dhe Fadil Jakupi. Nëna Stanë, për luftëtarët e lirisë, ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ti e nën shpirti, ti e nën zemër, ti e nën bukë, ti e nën luftë, ti e nën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por e ti në duke edhe kur e ndeze flakadanin e flakës janarit në balkonin e teatrit të qytetit të Gjilanit. E dashur nëna Stanë, a eshe, apo bindesh, se nuk të ka përcaktuar rastësisht kryetari i komunës Gjilanit, Alban Hyseni, me ta kushtuar Akademinë Qendrore të flakës së 17 janarit 2025. Fort i nderuar dhe i dashur kryetari i Gjilanit Alban Hyseni. Në cilësinë e ish ushtarit të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të ish zëvendësit të zonës operative të Karadakut, gjej rastin publikisht të falenderoj dhe të shpreh mirënjohjen time të madhe për këtë ndër të madh që ja ke bërë në Stanës. Të nderuar pranishëm, faleminderit stërgjyshëve tanë që duke mos e braktisur fenë e të parëve nuk janë shpërngulur nga brusi. Ata duke jetuar në maja të bjeshve kreshnike shqiptare, në lartësinë mitetare mbi 950 metra, ashtu sikur është lagja Peshter, na u bë e mundur që gjatë luftës ta kishim një nga bazat të fuqishme të shtëpive bazë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, atë fortesë natyrale shqiptare, ku e kishte piketuar edhe më herët strategu i një kombëtar, komandanti i lavdishëm i Partisë Luftës Kosovës, heroi i kombit Recep Malaj. Të nderuar pranishëm,
Nëna stan edhe i ka pasur djemë kushtarë, edhe i ka dhënë bukë kushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra, nëna stan bën pjesë në mesin në nënave të mëdha, e cila edhe me bashkëshortin e saj, Bacon Mua, edhe me djemët e vajzat, me nipat e ndesat, edhe me shtëpin të gjitha i kishte dhënë në funksion e në shërbim të luftës. Nëna stan ja kanë sjellur në shtëpi luftëtarët e lirisë djemët e saj, por edhe nga shtëpia me siguri maksimale, ja kanë tërhekur dhe kështu me hyrje e dalje, me përcjellje dhe me disiplinë të hekurt ushtarake, ka funksionuar korridori i famshëm i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, Zhegoc, Vërbic, Brus dhe Brus, Maramor, Mares e Anasjellës. Në kohë luftërash e blokadash, armisht dhe tradhtarët dëshirojnë të të lënë edhe pa bukë. Dhe ti, nënë madhe, duke e ditur se buka në kohë lufte është si fisheku, nuk lejove që bitë popullit ushtarë të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës të ishin pa bukë e të pangrënë. Nëna stan, bukëdhënësja historike e ushtarëve dhe ushtarëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, do të mbetet një nga nënat e mëdha të kombit, e cila në historinë luftarake e shqiptare të popullit shqiptar të Kosovës do të radhitet për krah nënave të lavdishme që për atë dhanë e bën gjithçka që ai të jetë i lirë dhe i pavarur nga Serbia pushtuese. Nëna stan, të gjithë duhet ta dinë se ti dhe fëmijët tuaj në familjen tënde, gjatë kohës së luftës, keni mbushur ujë në krua, 500 metra larg shtëpisë, të cilin me anë të ndryshme, në duar e krah, dhe e keni bartur edhe të ngarkuar në kali, dhe ju keni dhënë ujë të pinë ushtarët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Pastaj në atë ujë keni zier gjellra të ndryshme për të ashtuar sofrën me bukë shqiptarëve të atë dheu. Të nderuar pranishëm, Ushtria Shqiptare e Kosovës, e cila edhe fal angazhimit të familjes tënde e dashura nëna stan, sikur edhe pjesëtarëve tjerë të familjeve shqiptare katolike në të gjitha pjesët e Kosovës, shpartalloi me sukses platformën maltusiane dhe përçarëse të Akademisë Serbe dhe të kryegjelatit Milošević për të na shkatëruar në baza fetare dhe të etiketimit se ushtrisë tonë shqiptare si fundamentaliste islamike. Pra, kanë ndryshuar me turp dhe do të dështojnë kur doherë, sepse Kosova as nuk ka qenë e as nuk do të jetë kurrë fundamentaliste islamike, e anti-amerikane dhe anti-europiane, ashtu siç dëshiron ta paraqes propaganda armiqësore serbe dhe alatet të saj, se shqiptarët e ardhshëm do të dinë ta drejtojnë drejt e sakt shtetin tonë të ri, Kosovën, në integrime euroatlantike, prandaj fuqishëm e themi se Ushtria Shqiptare e Kosovës ishte akti madhor dhe projekti fitimtar i përmbylljes me sukses të përpjekjeve shokullore kundër Serbisë pushtuese e tradhtarëve, e cila me ndihmën ushtarake të aleatës tonë të madhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s u bë shërimtarja përfundimtare e tokës tonë të pushtuar. E dashura nëna stan, faleminderit për gjithçka që ke bërë në luftën për shtirimin e Kosovës nga zgjedhja pushtuese serbe. Uroj e lutem që Zoti të të jepë jetë e lumturi në familjen tënde të madhe, liridashse e shtirimtare. Shteti i Kosovës në veçanti dhe kombi shqiptar në përgjithësi, nderimet për ty nuk do t'i ndalë kurrë. Ta kemi borxhën, e kemi obligimin. Nëna stan, ti je nënë e madhe shqiptare katolike, ti je njëra nga motrat e të famshmes nëna Terezë. Ti nëna stan, je nëna Terezë e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Jetë gjatë e të lumtur nëna stan, të ruajt Zoti nën.